Më shumë se 1000 persona rezultojnë të zhdukur pas përmbytjeve të menjëhershme dhe rrshqitjeve të dheut që goditën zonën kufitare mes Nepalit dhe Tibetit, ndërsa të paktën 165 persona kanë humbur jetën. Sipas të dhënave të raportuara nga The Guardian, duke referuar autoriteteve nepaleze dhe mediave shtetërore kineze, 823 persona mbetën jashtë kontaktit më shumë se 24 orë pas katastrofës. Të paktën 579 prej tyre janë turistë, vendas dhe të huaj. Në anën tibetiane, mediat shtetërore kineze raportuan se 558 persona rezultojnë të zhdukur në qarkun Girong, përfshirë 260 shtetas të huaj. Autoritetet kineze kanë konfirmuar të paktën 3 viktima në këtë zonë. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse shifrat e raportuara nga Nepali dhe Kina përfaqësojnë grupe krejtësisht të ndryshme njerëzish. Autoritetet nuk kanë përjashtuar mundësinë që disa persona të jenë regjistruar si të zhdukur në të dy anët e kufirit. Për këtë arsye, numri i përgjithshëm prej mbi 1000 të zhdukurisht duhet konsiderohet ende paraprak. Katastrofa ka prekur një zonë të frekuentuar nga turistë, alpinistë dhe pelegrinë ndërkombëtar. Sipas të dhënave të mbledhura nga autoritetet dhe të cituara në raportimin e The Guardian, mes të zhdukurve në Nepal janë të paktën 142 shtetas indian, 53 ukrainas, 34 australian, 17 malajzian, 12 britanik, 5 japonez, 4 afrikano-jugor, 3 amerikan, 2 portugez dhe 1 shtetas hollandez. Ministra e jashtme e Australisë, Penny Wong, tha se informacioni nga zona e goditur mbetet shumë i kufizuar dhe se autoritetet po përpiqen të konfirmojnë vendodhjen dhe gjetjen e australianëve. Një agjenci turistike konfirmoi se 15 prej australianëve të zhdukur ishin pjesë e një grupi që udhëtonte drejt malit Kailash. Një grup kishte edhe shtetas nga India, Shqipëria, Kanadaja dhe Singapuri. Mes 15 australianëve ishte edhe një djalë 11 vjeçar. Autoritetet ukrainase thanë se policia turistike e Nepalit i kishte informuar për 53 shtetas ukrainas të zhdukur, ndërsa autoritetet britanike po kërkojnë informacion për 12 shtetas të tyre. 9 shtetas koreano-jugor punonjës të një hidrocentrali në distriktin Rasua, gjithashtu kanë mbetur jashtë kontaktit. Përveç shtetasve të huaj, bordi i turizmit i Nepalit raportoi edhe 10 nepalezë të zhdukur. Raportimet nga terreni përshkruajnë dëme të mëdha për gjatë lumenjve dhe rrugëve që lidhin Nepalin me Tibetin. Përmbytjet dhe rrshqitjet e dheut kanë dëmtuar rrugë, ndërtesa linja elektrike dhe kampe pune, duke vështirësuar komunikimin dhe operacionet e shpëtimit.